për shembull, po të ishte kodi zgjedhor mazhoritar, kryetarët e partive nuk do ishin që do i vendosin anonim ata që ishin kandidat, po do detyroheshin të zgjidhin njerëz të hajrit për të konkuruar. Prit, ta mbaroj. Po prit pa ta mbaroj. Po prit pa ta mbaroj. Dhe ishin të detyruar dhe u korrektua sepse kryetarët ishin detyruar. Prit ta mbaroj. E njëjta gjë. Gjënçik, 2 sekonda. Fitoni për pati mësuesi në magjoritar. Edhe tani. Po ku fitoni më Gjënçik, 2 sekonda ta mbaroj. Edhe në momentin, po le të dalin më dhe i forti. Kush jeni ju që e pengoni të fortin që dalim? Si kush jeni ju? E pengon gjykata tjetrin të dali. Në qoftë se ka bërë vepra penale, të futet në burg. Qoftë se s'ka bërë, kush je ti që vendos do dali fort? Po le të jetë i forti që vendos. Të lutem edhe një. Kush je ti që vendos për fatin e një personi do angazhohet politika apo jo? Po kush je ti që i thua ti i fort dil për jashtë? Jo, po atëherë qytetar votën ke ndorti. Votojë po deshe, po deshe. Por sistemi mazhoritar i jep mundësi çdo individit bëhet më i fortë se kryetari i partisë. Dhe kur bëhet individi më i fortë se kryetari i partisë po dojë të mbajë statutin me kryetar përjetshëm, pa të përjetshëm. Është kjo strukturë sipër që i jep formë partive politike. Dhe kjo strukturë që i jep formë partive politike është kushtetuta, kodi zgjedhor dhe mënyra se është ndërtuar shteti. Mos këmgulim me fantazira idiote që kryetari duhet zbatoj statutën e partisë. Nuk të pëlqeu, ditë për jashtë nga partia. Ore kjo është të presësh demokracinë të ta zbatoj zoti nga lart. Jo, mo, ditë nga partia. Ja ta them unë. Po largohu më bëj parti tjetër. Po shiko, angazhimi i qytetarëve në shoqëri sjell demokraci. Po çfarë shoqëri? Në partia është bashkim vullnetar. Nuk të pëlqeu, të shkeli, ik në partia. Nuk është thjesht nuk të pëlqeu. Po pse duhet? Rënd dakord ti për ato rregullat përbashkët. Unë s'kam rënd dakord për rregullat e PD-s, unë nuk jam antar i PD-s. Jo ti, ata që janë. Po ata që janë